Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Ky është horoskopi i shtunë 7 qershor 2025. Dashi. Fitimet e vogla nuk dalin për lëshimet e mëdha të kohëve të fundit. Disa vonesa përfshin dhënien e hipotekës, një kredi ose një projekt që ju mendoni se do të zhvillohej më shpejt. Demi. Një ditë në të cilën ndjeni një atmosferë harmonie pothuajse të përsosur rreth jush, të cilën e doni aq shumë. Është një moment i forcës, i një incisiviteti të madh që lejon gjithashtu një rifillim të jetës së dashurisë. Binjaket. Sot ju jetë lehtë, të mirë edhe nga ana energjike, favorizuan udhëtimet e shpërnguljeve. Mundësi dhe takime interesante. Ju dëshironi të përfshiheni. Gaforja. Bisedimet dhe bisedimet duhet të menaxhohen me kujdes, intoleranca mbretëron suprem. Më mirë të shmangni përplasjet në dashuri dhe me njerëzit përreth jush, sepse në këtë periudhë keni nevojë për mbështetës dhe sigurisht jo kundërshtar. Luani. Në këtë ditë duhet të organizoheni mirë, përndryshe rrezikoni vetëm të humbni kohë. Mos harroni gabimet e së kaluarës. Virgjëresha. Fizikisht ju keni forcë të madhe. Do të shpërndani dyshimet dhe paqartësitë që ju kanë kushtëzuar në sferën familjare ditët e fundit. Peshorja. Disa shumë shpenzime kanë të bëjnë me shtëpinë, nuk keni pse të përballeni me probleme në një mënyrë kaotike. Në dashuri, polemikat duhet të shmangen. Dëshira për risi, një mbrëmje e trazuar nga shumë mendime. Akrepi. Misi të reja, takime të reja. Mungon një nevojë për t'u çlodhur. Shigjetari. Disa mund të mos jenë të kënaqur, por kjo është normale për shigjetarët që janë gjithmonë në kërkim të më shumë. Kushtojini vëmendje çështjeve praktike në familjen tuaj. Britsjapi. Vështirësi për shumë gjëra për të bërë, në çdo rast në fund ka një pikë referimi. Ndiqni një dietë të shëndetshme dhe pushoni më shumë. Ujori. Situata pozitive, ju keni aftësinë të vini në lojë emocionet tuaja më të vërteta. Pasdite përmirëson gjendjen shpirtërore. Peshqit. Dashuria është e rëndësishme në jetën e secilit, nuk është vetëm marrëdhënie fizike. Shenja pozitive, por organizimi i gjërave nuk është i lehtë. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.